Ndërkohë, kalojmë në Parti Demokratike, besoj është Sali Berisha në konferencë për media. Pavarësisht nga pretendimet e Edi Rams se nuk ka vend për ndërhyrjen e Delta Forces pasi sipas ti Shqipëria nuk është Venezuelë dhe nuk ka naftën e Venezuelës. E vërteta është se Shqipëria në disa aspekte është Venezuelë tipike. Nuk ka rezervat botërore të naftës, por Ramaduro dhe Maduro janë si një pikë ujë të pisë të ndarë në mes. Rama udhëheq kartelet më të fuqishme të kokainës në Europë, kartelin Çopja, kartelin Troplini, kartelin Çela, i heroinës ky i fundit kryesisht. Rama është faktur se një lloj si Ramaduro arreston kundërshtar politik, përdor institucionet për shtypjen e pluralizmit. Edi Rama, një lloj si Ramaduro, i ka familjar, jo vetëm vetë ju dhe, por i ka familjar të zhytur në drogë. Ai të shoqen ky vllau, Olsin me dokumenta. Rama, një lloj si Ramaduro, ka varfruar shqiptarët në shkallë të pabesueshme. Nga njerëzit më të paguar në vitin 2013 në rajon, janë sot njerëzit më të keq paguar në rajon. Rama, një lloj si Ramaduro, një lloj si Maduro, përzen qytetarët nga vendi vet. 40% të shqiptarëve kanë ikë gjatë regjimit Rams, kundër 20% në rastin e Venezuelës. Pra, vërtet gjeografia është krejt tjetër. Vërtet përmasat janë të ndryshme, vërtet rezervat e naftës janë të ndryshme, por ngjashmëria midis Ramaduros dhe Maduros janë identike, vëllezër siamez, në raport me drogën, në raport me demokracinë, me shtypjen, në raport me qytetarët dhe interesat grabitin e tyre. Ndaj dhe i them dhe njëherë, jep dorëheqjen me njëherë. Jep dorëheqjen sepse do të dorëheqin dhe mos harro kur 20 shkurtin. Se çfarë din shqiptarët të bëjnë me kultet e rreme, me kultet satanike. Pra jep dorëheqjen. Dhe syri televizion, kisha dy pyetje zoti Berisha. Nëse do të shkojmë në skenarin që Shqipëria mund të ketë zgjedhjet parakoshme, a është e gatshme Partia Demokratike ty në këto zgjedhje pa një qeveri teknike? Dhe pyetja e dytë, prej kohësh po qarkullon në media mundësia e një qeverie teknike, më pas për të kaluar në zgjedhje të tjera. A ka Partia Demokratike ndoshta një plan apo se kur është koha më e përshtatshme për të nisur funksionimin kjo qeveri teknike dhe pse pikërisht kjo kohë, për cilat motive? S'pari pa qeveri teknike për të përgatitur zgjedhjet, në zgjedhje nuk shkohet. Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Ne e kemi deklaruar këtë. Dhe kjo është një vërtet e faktur tashme. E faktur jo vetëm nga ne, por nga komuniteti ndërkombëtar vëzhgimi i zgjedhjeve. Ndaj dhe Partia Demokratike dhe opozita kërkon largimin e Edi Ramës, kërkon një qeveri teknike e cila të përgatit një proces zgjedhor të drejtë. Kjo është kërkesa jonë. E dyta, ne natyrisht në kohën e duhur do të japim mendimet tona edhe për qeverinë teknike dhe për persona dhe për gjithë. Për ne rëndësi vendimtare ka përgatitja një procesi zgjedhor të drejtë. Dhe mos bllokimi i drejtësisë, i ligjit dhe kushtetutës. Dy janë kushtet. Se një qeveri që bllokon drejtësinë është për t'u hedhur në lanë.
drejtësia nuk do të bllokohet. Është kushti gjitha kushteve që të funksionojë ndarja e pushteteve. Jo si sot që një njeri merr të gjitha pushtetet në një dorë, merr dhe vlerësimin e provave, thot se urdhrat që kam dhënë me mesazhe nuk janë prova, nuk janë urdhra. Dëgjoni tani çfarë gjë ku shkon. Pra, ky i pranon fajin e vet, e ka pranuar. Që kur thot se nuk jemi Venezuela me naftë, që kur thot se mesazhet nuk janë prova, ky do thot se është një vlla siamez me Maduron dhe se është Lubiash prestanomi i tij, se ato të gjitha i ka urdhëruar ky. Zoti Berisha, Isa Myzyra nga Ora News. Ditën e premte ju keni thirrur dhe keni nisur tani më shpërndarjen e ftesave për tryezën e opozitës. A do ju dërgohet ftesa dhe partive të tjera opozitare që nuk janë aleate me Partinë Demokratike dhe e kanë fjalën për Shqipëria bëhet e Adriatik Klapajt, Lëvizja Bashkë e Arlin Çorit? Të gjithave, Isa, të gjitha partitë pa përjashtim do ftohen. Ne mendojmë se koha është për të krijuar një front të gjerë opozitar në mënyrë që me shkallën më të lartë të përgjegjësisë forcat politike opozitare të qëndrojnë në lartësinë e kërkesës kësaj kohe, të bashkëndojnë të gjitha përpjekjet për të dhënë goditjen përfundimtare narkoregjimit të Edi Rams. Janë të ftuara pa përjashtim të gjitha. Dhe pyetja e dytë, përmendet në fjalën tuaj 20 shkurtin e vitit 1991, protesta e rradhës e Partisë Demokratike do të jetë para datës 20 shkurt apo me 20 shkurt? Do përcaktohet, por ka mundësi para datës. Ka mundësi para datës. Nuk është përcaktuar. Sot fillojnë konsultimet, do përcaktohet, do e njoftojmë. Por do ketë pa diskutim protest. Nuk heqim dorë, ne jemi tani, e kemi thënë dhe përpara këtë, ne strategjia jonë është protesta dhe. Zoti Berisha, në vazhdim të pyetjes kolegut më përpara, ndërkohë që ju keni bërë ftesën për bashkimin për protesta të gjithë frontit opozitar, nga ana e Shqipëria Bëhet ka patur një propozim që të dilin protestë në shesh pa pranin e flamujve partijak. Jeni të gatshëm ju që të shkoni në shesh si, po them, qytetarë si shoqëri civile pa pranin e flamujve për të bashkuar, po them? Nuk besoj se flamujt mund të jenë pengesë për bashkimin. Ne nuk kemi asnjë pretendim që partia mundësia të mos vinë protestë me flamurin e vetë. Të gjitha partitë, të gjitha të vinë me simbolit e tyre. S'ka ndonjë, çfarë ka rëndësi themelore, them unë, ka rëndësi vërtetësia si opozit, e vërtet. Dhe unë mund të them se flamujt e partive, ku përveç tyre do ketë dhe jashtë spektrit të këtyre flamujve, jo që janë një frymëzim dhe jo një pengesë, sepse flamuri i partisë Mundësia frymëzon të gjitha ata të cilët e mbështeten atë parti, dhe tani e shqojnë përpjekjet e saj të drejta të ndershme për ndryshimin. Po kështu flamuri i Partisë Demokratike, këto nuk janë. Unë e kuptoj atë idenë që qytetarët, po këtu tani të themi të vërtetën, nuk është se nuk do të donim të shihnim derdhjen pa flamujt të qytetarëve, po kjo nuk po ndodh. Atëherë duhet forcat politike, sepse jemi realist, në tërësi kjo është e rrallë, pavarësisht se ç'thuhet. Janë forcat politike ato që mobilizojnë dhe organizojnë protestat. Ndodh, ka pasur ndodh, për shembull, ndodhi me armë kimike, po ajo ishte një situatë shumë e mpreft akute, në të cilën adoleshentët kryesisht e konceptuan atë një rrezik direkt për jetën e tyre dhe dolën bravo qoftë, shkruan një kapitull të mrekullueshëm në historinë e protestave, por
S'besoj që kjo është një problem, e rëndësishme është që ne të bashkëndojmë, bisedojmë dhe të gjejmë rrugë më të mira për t'i dhënë përgjigje narkoshtetit. Dhe pyetja e dytë, zoti Berisha, ju akuzoni kryeministrin Edi Rama se ka bllokuar drejtësinë. Por qytetarët ose pyetja lind, domethënë, nga ndryshon kryeministri Rama nga ju si kryetari i Partisë Demokratike, që ditën e djeshme kur ishit para SPAK adresuat një sër akuza ndaj prokurorisë posaçme në lidhje me një akuzë të re të ngritur ndaj jush. Pra, duket sikur janë e gjithë politika është kundër drejtësisë. Jo, kjo është të pakrahasueshmet. Absolutisht të pakrahasueshmet. Pra, ndaj me është ngrit një akuzë pa baza, totalisht pa baza. Por unë kam respektuar me rigorozitet të gjithë procedurën. Dhe kam theksuar, pas që më ka shku normen, që të mos respektoj procedurën, as më ka shku normen të organizoj protest, që opozita organizon protestat, ta di këte. Opozitat, edhe në Shtetet Bashkuara, janë organizuar protesta para gjykatave. Unë nuk e bëjate. Nuk e respektuat masën e parë sigurisë. Udho? Nuk e respektuat masën e parë sigurisë. Masa e parë sigurisë ishte antikushtetuese dhe unë të garantoj që ajo në Strasburg dorëzohet, emiratoj duke shkelmuar kushtetuesen, gjykata kushtetuese. Ajo gjykat që sillet si organizat e Partisë Socialiste. Shikoni, kanë dhënë një vendim ata për kryetarin e Partisë Demokratike me datën 17. Dhe asnjëri në Shqipëri nuk din se cili është vendimi. Kanë përmbledhje, kanë njoftuar seancën plenare. Dhe s'kanë bërë asnjë sqarim, asnjë njoftim publikut. Dhe po të lexosh rregulloren e tyre, është një rregullore, jo një institucioni serioz. Një rregullore në cilën thuhet se relacionet dhe vendimet e nërmjeme nuk u jipen palve. Sigur shpel mafje, si nuk u jipen palve, s'kisha në gjuhë kur. S'kisha në gjuhë kur. Sekreton, pra, shko qëfar mentaliteti ka, sigurisht na e këtyre do luftohet, po jo të mos respektohet ama. Është tjetër. Por për të bërë përmbledhjen, ky është Sali Berisha këtu, ka qenë kryeminist 8 vite, ka patur përballë një prokurore që e kishte shpall armikët egër. E dini vetë ju, dhe se ajo që as i fjala sa ju. Por, kur, nuk ka shku normal, kur s'kam menja, që unë t'i kthej asaj kërkesën për heqje imuniteti të një ministri. Absolutisht asnjëherë përkundrazi, çdo kërkesë nuk ka patur nevojë të vendos parlamenti, e kanë dhënë ministrat përpara. E ka dhënë Lulzim Pasha 2 herë. 2 herë. E ka dhënë Fatmir Mediu, dhe ka dhënë dhe dorëheqjen, e ka dhënë Ilir Meta, pa e kërkuar akoma prokuroria. Ky është standardi. Ata që përpiqen të bëjnë shqiptarët budallë gabojnë, por shqiptarët e kishin të standard. Dhe ishte një arritje e madhe. Ishte një arritje e madhe. Kurse sot, Edi Rama, dhe nuk është hera parë, këtë gjë bëri me Sajmir Tahirin ata. Sajmir Tahirin erdhi mandati ndërkombëtar i arrestit nga antimafia italiane. E holli poshtë. Nuk e pranoi. Vjen mandati nga Skapi, nga Spaku, për arrestin e Lubi Ballukut. Nuk e bllokon, nuk e pranon. S'kan asnjë lloj krahasimi. Ato që unë kam deklaruar, i kam me përgjegjësi të plot
dhe nuk i kam për interesat Sali Berisha të jeni të sigurt për këtë. Jo. I kam për interesin publik. Jam kryetari një parti opozitare, jam deputet dhe jam i angazhuar nga në çdo minutë, çdo orë të mbroj interesin publik. Po në qofse Altin Troplini marrë në xhep mandat arresti në Elvis Doçit, derisa mbarojnë zgjedhjet. Si të duket ty kjo? Si mund t'i themi kësaj? Dhe iken Elvis Doçi, iken aty është ai, shkojnë me kap, aty është i ka bashkëpunëtor, po. Pra, unë këto do i denancoj, ose në qoftë se unë kam këtu dokumenta që faktojnë inkriminimin nga kokat e këmbë të Taulant Ballës. Por e amniston Altin Troplini. Unë Altin Troplini e bëj bashkautor me Taulant Ballën. Se këtu janë evidente. Me jep vot, t'jap votat, ma arresto kundërshtar. Ky shteti. Pra, ndaj këtyre sigurisht, shiko, nuk mërzitëm, kam durim. Para disa vitesh, unë i kam njoftuar informuar shqiptarët për narkoshtet. Dhe shumë kthenin kokën. Në Shqipëri nuk ishte shkrime, as një shkrim për narkoshtet nga media shqiptare, por kishte nga media ndërkombëtare. Miqtë e Edi Ramës në Europë dhe vende tjera përpiqeshin ta servirin si model Ramadurën. Unë nuk mërzitesha, unë e dija që ata zemroheshin me mua kur më dëgjonin. Unë e dija që ata mërmërinin kundra meje. Ta kesh qartë. Po prapë se prapë, përgjegjësitë e mia ndaj shqiptarëve, detyrimet e mia si person publik ndaj këtij vendi, më bënin mua që të mos tërhiqesha nga të vërtetat. Po tani që kanë dalë hapur, kanë shpërthyer fushë, tani bëjnë tjetër, por tani është vonë veshse. Është shumë vonë, sepse tani 1 milion shqiptar kanë ikë nga Shqipëria. Sepse tani ekonomia shqiptare është në ekonomi droge, ku sektori privat për shkak të drogës dhe të narkoeros jep vetëm 49% të rritjes. Dhe tani shqiptarët nga më mirë të paguarit që ishin në vitin 2013 janë më të keq paguarit. Por prap kombet e vjetra ka një veti rigjenerohen. E kanë se përndryshe iken, i merr historia ata, por ne nuk na merr. Dhe ne do rigjenerohemi, kështu që unë edhe këtë që bëj me këta. Qofse unë flas për ta, unë flas sepse di dosjet e krimit që fshehin ata. Po, di prokurorët e inkriminuar që nuk vendosen para ligjit për bashkëpunimin me krimin, dhe që i din dumani, i ka ndosje. Ndaj dhe bëj këtë unë, s'kam në një, po të mos e bëj ama, nuk jam ai që duhet jem. Nuk mbroj interesin publik, ndaj dhe bëj këtë unë. E bëjnë kushte shumë të vështira, ti e shef një propagandë, janë 40 banalistë që paguhen nga mjezi gjerëndark vetëm për editoriale dhe shpifje kundër Sali Berishës dhe opozicës. Me emër, me listë emrore që paguhen qeveria. 80 let bëhen, 200 let bëhen, unë do të vazhdoj. Do mbroj të vërteta që i interesojnë publikut. Faleminderit. Shtype Sali Berishës, shkojmë një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish.